Finalizohet me sukses një tjetër operacion për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve dhe të armëmbajtjes pa leje. Gjatë operacionit të koduar implicazione, u sekuestruan 2 armë zjarri, municion luftarak, lëndë narkotike, qindra fara dhe fidan kanabisi. Vihen në pranga 2 shtetas, vëllezër që prodhonin dhe shitnin kanabis, si dhe posedonin armët e zjarrit. Si rezultat i angazhimit maksimal të shërbimeve të policisë Fier dhe i punës së pandërprer të inteligjencës policore, për shtetas të cilët prodhonin dhe shitnin lëndë narkotike cannabis sativa, si dhe posedonin armë zjarri, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar implicazione. Gjatë operacionit, shërbimet e forcës së posaçme operacionale të DAVP Fier kapën dhe vunë në pranga shtetasit KSH, 47 vjeç dhe SH, 26 vjeç, banues në fshatin Gjeqar. Shtetasi SH, sapo ka konstatuar shërbimet e policisë, ka tentuar të largohet me vrap, por është kapur menjëherë nga ndërhyrja e shpejtë e shërbimeve të policisë. Gjatë kontrollit fizik, shtetasit SH ju gjetën doza kanabisi, të cilat i shiste në fshatin ku banonte. Nga kontrollet e kryera në banesën e këtyre shtetasve, në fshatin Gjeqar, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. 2 armë zjarri automatik, 3 krehra, 1 thik, doza kanabisi, 200 fara kanabisi dhe 179 fidan kanabisi të mbjellë në kubi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme.